Ju përshëndes nga edicioni informativ këtu në ekranin e Blu Televizion, do ndalemi edhe për këtë të diel për zhvillimet më të fundit padyshim të kësaj fundjavë. Sali Berisha do të jetë edhe në vazhdim kryetari i Partisë Demokratike të Madhe të Shqipërisë. Berisha mori votbesimin edhe të demokratëve të Vlorës në zgjedhjet e zhvilluara të shtunën. Në Vlorë plot 708 vota ishin po rikonfirmimit, 22 kundër, 4 abstenuan, si dhe 7 të pavlefshme. Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë do të jetë edhe në vazhdim Sali Berisha. Berisha mori votbesimin edhe të demokratëve të Vlorës në zgjedhjet që zhvilluan të shtunën me parimin një antar një vot. Në Vlorë prej 1600 antarëve me të drejtën e votës votuan 741 persona, nga të cilët 708 persona ishin pro rikonfirmimit të Berishës në krye të Partisë Demokratike Shqiptare. 22 vota ishin kundër, 4 abstenuan, si dhe 7 vota të tjera ishin të pavlefshme. Pro. 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 Procesi i votimit nisi ditën e shtunë në orën 8 të mëngjesit, parashikuar për të zgjatur deri në orën 18 pasdite, por për shkak edhe të interesimit të lartë të demokratëve të Vlorës për të votuar në orët e fundit, votimi u shty me 1 orë, për të përfunduar më pas në orën 19. Në mbyllje të gjithë procesit të votimit, Romario Meminaj, kryetari i Komisionit të Qendrës së Votimit, u shpreh se ky proces u zhvillua përgjatë gjithë kohës i qetë dhe pa problematika. Tani sapo mbyll procesi i votimit, procesi ishte për në orën 6, por për shkak të fluksit të antarëve që donin të votonin, u shtyp interes. 60 minuta zgjati procesi i numërimit të votave në Vlorë. Gjithashtu votua edhe në Bashkinë Selenic, ku edhe aty u vërejt një mbështetje maksimale me vota për drejtuesin e Partisë Demokratike Shqiptare, në vitet e ardhshme nga zoti Berisha. Vlora dhe Shqipëria po kthehen në destinacione të preferuara për turistët e huaj që udhëtojnë me kamper. Vizitorë nga Austria, Gjermania, Zvicra dhe Olanda vlerësojnë detin, natyrën, malin dhe mikpritjen shqiptare. Vlora dhe Shqipëria janë tashmë një destinacion i preferuar për dhjetra turistë huaj nga vende të ndryshme. Dëshira për të eksploruar sa më shumë vendje ka sjellë dhe një numër të konsiderueshëm turistësh që udhëtojnë me kamper, të cilët theksojnë se Vlora i ka surprizuar pozitivisht, ashtu si dhe qytete të tjera të Shqipërisë që ata tashmë kanë vizituar. Ata zgjedhin këtë lloj pushimi për të pasur mundësinë e eksplorimit, ndërsa pranojnë se jo vetëm deti, por dhe shëtitjet në natyrë, mali dhe mikpritja shqiptare mbeten arsyet kryesore që do t'i bëjnë të rikthehen sërish. Nuk mungojnë dhe turistët që ndodhen për herë të dytë në vendin tonë. Vizitorët vinë nga vende të ndryshme si Austria, Gjermania, Zvicra dhe Holanda. We actually want to go for a bike ride. You're from? We're from Germany. From Germany. Jam nga Gjermania, tani do të dalë në qytet me bashkëshortin tim, po është hera e parë që vi këtu. Në Shqipëri do të qëndrojmë për rreth 1 javë e gjysmë, ndërsa këtu në Vlorë për 2-3 net. Ju keni vende shumë të bukura, më pëlqen të eksploroj. Natyra është fantastike. The nature, the atmosphere, super nice and chilled. You're from? Switzerland. Switzerland. And for you is the first time in Albania? No, the second time. Jam nga Zvicra. Në fakt këtu është hera ime e dytë në Shqipëri, ndërsa kam ardhur fillimisht edhe para 3 vitesh. Unë jam në fakt edhe në pas udhëtimeve dhe kryesisht në mal. Më pëlqen shumë ndaj edhe jam rikthyer. Kam ardhur javën e kaluar dhe do qëndroj edhe 2 javë të tjera, ndërsa më pëlqen edhe ushqimi. Jam vegetariane dhe këtu gjen shumë gjëra të freskëta. Më pëlqen të bëj hiking dhe njerëzit na ndihmojnë shumë. The beach? The beach also, but I prefer the mountains right now. You're from? I'm also from Switzerland. Switzerland. And for you is the first time? For me it's the first time actually, yes. Unë jam nga Zvicra. Në fakt, ndryshe nga gruaja ime, vi për herë të parë këtu. Është një vend shumë i bukur, njerëz të mirë, natyrë e bukur dhe ushqim mjaft cilësor. Plazhet janë të bukura, por mua më pëlqen të eksploroj në male dhe ju e keni këtë mundësi. Të ofrojnë shumë gjëra njëkohësisht. Maybe you'll come back. Yeah, I guess so, yeah. You're from? Austria. Austria. And for you first time, second time Albania? First time. First time. Unë jam nga Austria, në fakt vi për herë të parë në Shqipëri. Jam i kënaqur deri më tani. Natyra, njerëzit më pëlqen. Deti po patjetër. Pastaj edhe mund të shtis, besoj se do të qëndroj deri në ditë e para të qershorit dhe do të udhtoj, do të kem mundësinë të vizitoj disa vende. And we stay maybe 6 or 10 of June. You're from?
We are from Switzerland. Switzerland. Yes. Jam nga Zvicra, këtu do të qëndrojmë bashkë me familjen për 2 javë, në Vlorë 3 apo 4 ditë, më pas do të udhtojmë drejt Shkodrës, veriut të Shqipërisë dhe më pas drejt Malit të Zi. Natyra është shumë e bukur, ideale si vend për pushime. Kisha dëgjuar më parë nga miqtë të mi dhe kisha parë foto dhe video dhe vendosa ta eksploroj nga afër. Yeah, we heard we asked some friends and they said always good things about Albania, and so we decided to explore it and yeah. And you are from? I am from Switzerland. We travel. Edhe unë nga Zvicra jam, po jo vi për herë të parë, vendi i bukur. Kisha dëshirë të eksploroja dhe ta shikoja nga afër, pasi kisha dëgjuar më parë. Po shëtisim në Shqipëri për rreth 2 javë dhe më ka bërë përshtypje mikpritja. A do të rikthehem? Besoj po, patjetër. Pardon? You might come back. Probably, yeah. Yeah. Me rritjen e temperaturave dhe nisjen e sezonit turistik, Vlora dhe Shqipëria vijojnë të mbeten kështu destinacionet kryesore për shumë turistë huaj, numër i cili pritet të rritet ndjeshëm në vijim. Do të vijoj më tej, funksionimi i landfillit të Sherishtës do të sillte në Vlorë kapsulimin e fushës së mbetjeve që ndodhet në lagjen 24 maj. Megjithëse ka kaluar ende mbi 1 vit nga vendosja në funksion, situata në fushën e mbetjeve urbane të qytetit vijon të mbetet e njëjtë. Funksionimi i landfillit të Sherishtës do të sillte në Vlorë kapsulimin e fushës së mbetjeve që ndodhet në lagjen 24 maj. Por megjithëse ka kaluar mbi 1 vit nga vendosja në funksion e landfillit, si dhe depozitimi i mbeturinave në Sherisht, situata në fushën e mbetjeve urbane të qytetit vijon të mbetet e njëjtë. Për gjatë kësaj kohe në këtë fushë janë hedhur disa kamion me dhe, por edhe inerte të tjera, të cilat kanë bërë të mundur mbulimin e një pjesë të territorit me mbeturina. E gjithçka ka mbetur deri këtu, pasi ende nuk ka një projekt të mirëfillt për kapsulimin e gangrenës së Vlorës. Fusha e mbetjeve në lagjen 24 maj në qytetin e Vlorës vijon të jetë një gangren për banorët e zonës. Dhe pse u fol shumë për kapsulimin e mbetjeve pas hapjes të landfillit të Sherishtes, siç mund ta ndiqni edhe nga pamja, situata mbetet e njëjtë. Ajo se çfarë vjetër është fakti se pranë hidrovorit kryesor të qytetit, një tjetër vatër e grumbullimit të mbeturinave është hapur aty. E siç mund të dallohet edhe nga pamjet, kemi të bëjmë me mbetje urbane, të cilat dallohen qartazi se janë hedhur kohët e fundit. Mbeturina këtoj që po zën gjithnjë më tepër hapësirë të gjerë, duke ndotur edhe kanalin kullues që shkon drejt hidrovorit. Rreth 30 skafistë të Ksamilit kanë protestuar përpara Bashkisë së Sarandës duke kërkuar përcaktimin e vendbazimit të skafeve të tyre në prag të sezonit turistik. Ata janë shprehur kundër zhvendosjes së vendparkimit të skafeve larg zonës qendrore ku kanë operuar më parë. Rreth 30 skafistë të Ksamilit protestuan para godinës së Bashkisë së Sarandës duke kërkuar përcaktimin e vendbazimit të skafeve të tyre në prag të këtij sezoni turistik veror. Sipas tyre, pavarësisht se janë të pajisur me licenca dhe paguajnë taksat rregullisht, ende nuk u është caktuar zyrtarisht vendi se ku do të akomodojnë dhe parkojnë mjetet e tyre lundruese. Ata shprehen se mungesa e një vendbazimi nga bashkia sjell pasiguri në punën e tyre, si dhe vështirësi në përgatitjet për këtë sezon veror turistik. Gjithë për një qëllim, kemi problemi më të madh ankorimin e mjeteve lundruese, si dhe për koridore. Na kanë thënë që duhem të mbyllen të gjitha, domethënë me tapa jashtë ishëve që neve për fat të mirë nga ai lart kemi ishull të mbrojtur. Dhe s'kemi asnjë vend ankorimi të mjeteve lundruese. Domethënë me forcat tona e kemi sistemuar mbas ishujve që aty ne jemi më të mbrojtur. Duan të na nxjerrin dhe që andej të thonë dhe na thonë që vini në terren, jashtë ishujve. Korridore nuk ka. Vend bazim nuk ka krijuar bashkia as diçka, domethënë që të lidhemi, se ne nuk kemi kundërshtim. Po bëhet vendi limani, siç është për të bërë, siç është në çdo vend, dhe të ankorojnë mjetet, edhe të punojnë. Por tani të dalim jashtë Ksamilit, nuk mund dalim dot për arsye se mjetet duan një vend të mbrojtur. Ne ato vende kemi krijuar vetë. Dhe duan na përcjellin qandej. Jemi operatori me taksë pagus në rregull, ka gjë vite në punë dhe çdo vit i njëjti problem. Dhe kjo gjë ndodh në fillim sezonit, nuk ndodh në fund sezonit. Tani ne kemi marrë masa, jemi përgatitur të presim turistët. Nuk kemi përgatitur që të bëjmë rrëmujra. Jemi të rregullt me dokumentacion të plotë. Sot jemi mbledhur të gjithë operatorët e Ksamilit, dhe këta jam edhe unë që jam operator gati 30 vjet, që në 96.
Edhe kemi ardhur këtu se ne gjithmonë kemi një problem çdo sezon, fillim sezoni, jo fund, si fillim sezoni. Këto problemet japin fund sezoni këta, që edhe neve të dimë se çfarë do bëjmë. Kutja Leverdis të punojë, mos ja Leverdisit mos punojë. Këta kanë caktuar 4 korridore që atje nuk punon dot asnjëri. Se këta nuk e shikoj, i caktojnë korridore vetëm kur është ujë qetë, nuk e caktojnë kur ka dallë. Ne kemi OPB sa platforma ujë që shërbejnë turistave sa më mirë. Dhe këtë që ne jemi taks pagues të rregull dhe këto taksa nuk e dinë se ku vjen. Që bashkia duhet i marrë masat që të bëjë korridore vend bazime që të jemi të mbrojtur dhe nga era. Janë gjithë këta operatorë, të gjithë janë taks paguesa. Edhe jemi të shqetësuar, po çdo vit ky program është. Nuk e dim kush ka do të marrë fjalën, bashkia duhet, vetëm bashkia vetëm këtë ditë marrë taksat, edhe nuk do të bën asnjë lloj korridori që të jetë punojmë lishëm, se edhe nuk na intereson të punojmë gjithmonë me stres. Ne na duhet vetëm mbështetja nga bashkia, sepse bashkia e ka në dorë, se ka as kapitenari asgjë. Nëse vendimi i Këshillit merr vendim që të vendosë të heqin tapat, të heqin korridore, të lënë 4 korridore, atje do mbiten të gjithë skafet, dhe njëherë që do rrihen të gjithë operatorët me njëri tjetrin, e do çajnë të gjithë skafet e kësaj milit, e ku do vjen gjithë ato lekë kanë hedhur njerëzit. Skafisët thanë se kjo është puna e tyre e përditshme dhe burimi kryesor i të ardhurave për familjet e tyre, ndërsa kërkuan që çështja të zgjidhet sa më shpejt, duke qenë se turizmi në Ksamil ka nisur tashmë, e po ashtu edhe fluksi i vizitorëve pritet të rritet në vijim. Ata u shprehën kundër zhvendosjes së vend parkimit të skafeve, që ndodhet larg zonës qendrore ku kanë operuar më herët, duke kërkuar ruajtjen e një hapësirje funksionale për aktivitetin e tyre gjatë sezonit turistik veror. Edicioni 18 i Aulona Interfolk Festival bëri bashkë 400 festivalistë nga 4 kontinente të ndryshme, të cilët kanë performuar në natën e parë zyrtare të aktivitetit në Vlorë. Festivali folklorik do të zhvillohet për 3 ditë deri më 25 maj. Edicioni i 18 i Aulona Interfolk Festival bëri bashkë 400 festivalistë nga 4 kontinente të ndryshme, të cilët performuan në natën e parë zyrtare të aktivitetit në Vlorë. Grupet folklorike vinë nga vende të ndryshme të Europës, Azisë, Afrikës dhe Amerikës së Jugut për të performuar këngë e valle që shpalosin traditat e tyre. Festivali u vlerësua nga një publik i gjerë i cili e ndoqi nga afër. Spektatorët ishin jo vetëm vendas qytetar të Vlorës, por nuk munguan as huajt, që kryesisht vinin nga Anglia dhe Europa. Ata vlerësuan atmosferën teksa për ta tepër interesante kanë qenë edhe kostumet, ndërsa për vlonjatët Vlora duhet të ketë më tepër aktivitete të tilla. It's brilliant. Where are you from? England. I'm Wales. Një koncert brillant. Unë jam nga Anglia, prej Walesit vi. Jam për herë të parë në Shqipëri. Në këtë vend më pëlqen shumë muzika dhe njerëzit. Atmosfera këtu është brillante. It's brilliant. Should we do it? You are from England, yes. Unë vi nga Anglia gjithashtu, jemi për herë të parë në Shqipëri. E duam këtë vend, është shumë i bukur. Zgjodhëm këtë vend sepse nuk kemi qenë më parë këtu. Do të donim të njihnim një tjetër kulturë dhe erdhëm. Është shumë bukur, këtu atmosfera është magjike. Shumë e mirë për të dëgjuar. Na pëlqen shumë kjo muzikë dhe kërcimi i tyre gjithashtu. Madje edhe veshja është e mrekullueshme, shumë bukur. Very good. And the outfits. Very cool. Okay. Pëlqen koncerti? Po, shumë. Çfarë të rëjtë më tepër? Që janë të tëra shtetet. Ka besojën? Po. Pëlqen shumë të dëgjoj muzikën tradicionale nga shtetet e tjera. Veshjet e tyre ndoshta veshjet? Po, shumë. Sidomos nga Shile, Kultura të ndryshme. normale, po. About Albania. About Albania, about Vlora. The beaches are beautiful. Në Shqipëri na pëlqen shumë deti, është shumë i bukur. Kërcimi gjithashtu është tepër interesant. Unë vi nga Anglia, nga Manchesteri. Atmosfera këtu është brillante, më pëlqen shumë. Më shumë nga ky aktivitet më pëlqen veshja e tyre. Është interesante. Muzika është e bukur gjithashtu. Maybe the music? Yeah, the music's good as well. Thanks a lot. Emocionale, shumë kënaqësi. Grupet me ato veshje aq të bukura, me ato këngë aq të mira, me një performancë të shkëlqyer, është një kënaqësi e veçantë. Keni ardhur për ta ndjekur sot. Ju pëlqen aktiviteti? Po, më pëlqen shumë, jashtëzakonisht tash.
Me shumë kënaqësi, shumë kënaqësi. Ka ardhur për ta parë, apo jo? Jo, kam ardhur vetë. Kalova, ndalova. Kalove. Çfarë të tërrosh i vëmendje? Muzika dhe organizimi, të dyja bashkë. Si të duket muzika dhe organizimi? Shumë bukur, bravo. Duhet të ketë Vlora më shumë evente të tilla. All time, gjithmonë. Semen Gjokoli, drejtuesi i aktivitetit, thot se Aulona Interfolk Festival është një aktivitet kulturor artistik, por edhe turistik që ka për qëllim promovimin e Vlorës në botë. Sipas Gjokolit, për herë të parë po performojnë në Vlorë një grup nga Kili dhe një tjetër nga Burundi Afrikës. Mua më vjen mirë që Aulona Interfolk Festival po kthehet në një platformë sa kulturore dhe folklorike, aq edhe turistike. Në këtë edicion që është edicioni 18, ky festival vjen me risi, pasi për herë të parë ne kemi këtu edhe 2 kontinente të tjerë, ndërsa më përpara kishim vetëm nga Europa dhe nga Kina e Largët, nga Azia tani kemi edhe nga Amerika e Jugut, siç është grupi i Kilit, po ashtu kemi edhe nga Afrika që është një grup nga Burundi, ky që pikërisht ju e shikoni tani në skenë. Janë 2 grupe që kanë dhënë një tjetër atmosferë festivalit. Festivali nuk është një qëllim në vetvete, pra nuk është vetëm skena. Festivali është edhe sheshi, është edhe trotuari, është mjedisi, janë njerëzit, pra atje ku janë njerëzit është festivali Aulona Folk. Sipas Gjokolit, aktiviteti zhvillohet jo vetëm në skenë, por edhe në rrugët e qytetit me paradën e grupeve folklorike, si dhe me këngë valle të kulturave të ndryshme. Gjokoli thot se është po ashtu tepër i kënaqur nga pjesëmarrja, pasi për evente të tilla publiku është më i rëndësishmi. Festivali ka 2-3 vite që ai nga 3 net që zhvillohej vetëm në skenë, tani zhvillon edhe një natë pa skenës, i paraprin koncertet që janë të lira, performancat të lira në rrugë edhe në sheshe, siç ishte edhe nata e parë që ne patëm rastin të kemi shumë shikues qytetarë të zakonshëm që u bën pjesë e këtyre performansave dhe pastaj vazhdojnë 3 ditë që janë këtu në skenë, po jo vetëm në skenë, mbasi festivali hapet me një paradë prej sheshit Flamurit edhe deri këtu në stadiumin Flamurtari ku është edhe skena kryesore. Mund të them me bindje dhe me kënaqësi njëkohësisht që parada e këtij viti ka qenë jashtëzakonshme. Në datat 23, 24 dhe 25 maj, Aulona Interfolk Festival sjell në Vlorë një atmosferë ndryshe, shumë dimensionale me kultura dhe tradita të ndryshme. Ky festival ka nisur në 22 maj me performanca të lira të grupeve folklorike në sheshet dhe rrugët e qytetit bregdetar të Vlorës. Fieri qeli zyrtarisht sezonin turistik me një fest spektakolare në Bregdetin e Darzezës. Qindra qytetarë në Fierak, por dhe vizitorë nga qytetet tjera ju bashkuan aktiviteteve festive. Pjesëmarrja e lartë është cilësuar o gur pozitiv nga kryebashkiaku i Fierit, Armando Subashi. Fieri ka qelur zyrtarisht sezonin turistik me një fest spektakolare në Bregdetin e Darzezës. Qindra e qytetarë Fierak, por edhe vizitorë nga qytetet tjera ju bashkuan aktiviteteve festive të organizuara për gjatë fundjavës, duke shijuar koncertet me muzik live, garat me kuaj, aktivitete sportive si dhe ndeshjet e boksit. Pjesëmarrja e lartë është cilësuar si një augur pozitiv për sezonin veror të këtij viti nga kryebashkiaku i Fierit, Armando Subashi, i cili u shpreh se përveç atmosferës festive, bashkia ka marrë po ashtu masa konkrete për mbarvajtjen e sezonit turistik. Sipas tij, krahas plazheve të Semanit dhe Darzezës, surpriza e këtij sezoni pritet të jetë po ashtu zona e Pishporës, e konsideruar si një nga perlat e Bregdetit të Fierit. Gjithë sezoni që presim këtë vit, besoj që do të jetë si sot, me këtë pjesëmarrje fantastike, me këtë det fantastik, me këtë rër fantastike dhe padyshim me diellin që sigurisht këtu s'mungon asnjëherë. Ne presim që ky të jetë një sezon shumë i suksesshëm. Jo vetëm këtu në Darzezë, por edhe në pjesët e tjera të Bregdetit Fierit. Pasti edhe përvojën tashmë e kemi të plot, edhe tradita gjithashtu, edhe investimet në fakt që kemi kryer gjatë këtyre muajve të fundit në infrastrukturën për drejt Bregdetit, besoj që do ta mundsojnë gjithmonë më shumë këtë gjë.
Unë konstatoj me kënaqësi që sot është dita e parë, hapja e sezonit turistik, dhe ju e shikoni vetë se çfarë pjesëmarrje fantastike ka. Dhe plazhi në fakt ka filluar, kështu që besoj që kështu do të vazhdojmë deri në fund. Së pari ne kemi bërë një shpërndarje më të mirë të gjithë hapësirës plazhit, duke ruajtur raporte drejta dhe sipas përcaktimeve ligjore të plazheve private dhe plazheve publike. Në ato që konsiderohen si parcela ose plazhe publike, ne si bashki kemi marrë gjitha masat, kemi shtuar numrin e vrojtuesve këtë vit, kemi shtuar numrin e kullave të vrojtimit për tritur sigurinë në plazhe. Do të kemi një bashkëpunim më të mirë edhe me privatët në këtë drejtim dhe për të bërë të mundur që të mos kemi asnjë rrezik në këtë pjesë. Në të gjithë vijën në bregdetare të Fierit operojnë rreth 100 subjekte private, ndërsa këtë sezon do të jenë funksional 6 plazhe publik të monitoruara edhe nga rojet bregdetare. Drejtuesja politike e qarkut të Fierit Belinda Balluku tha se qeveria dhe pushteti vendor kanë bashkëpunuar për përmirësimin e infrastrukturës, si dhe e krijimin e kushteve më të mira për pushuesit. Balluku theksoi se bregdeti i Fierit po merr gjithnjë më shumë vëmendje nga turistët vendas dhe të huaj, fal investimeve dhe promovimit të zonës. Faktikisht kjo ka qenë një fundjavë e rëndësishme për të gjithë qarkun, pasi kanë organizuar festat e hapjes sezonit, mbrëm në darkë në Divjak, sot jemi në Darzez, do zgjasë gjatë gjithë ditës, por duhet thënë se është një festë speciale si kur më parë. Falenderojmë bashkinë për organizimin, Kuvendin Rinor dhe të gjithë subjektet lokale të cilat kanë marrë pjesë. Sot ka pasur dhe një garë kuajsh, që ka qenë një nga eventet më të spikatura, por sigurisht ajo që tërheq më shumë rinin, patjetër janë këngëtarët që janë ftuar nga gjithë Shqipëria, madje edhe nga Kosova. Pushuesit që kishin zgjedhur Darzezën për fundjavë vlerësuan pastërtinë e rërës dhe çmimet e përballueshme, duke theksuar se bregdeti i Fierit mbetet një alternativë ekonomike krahasuar me plazhet e jugut. Natyra, deti, rëra, domethënë çdo gjë është e mirë për mua. Mendoj se ky hapje sezonit është shumë mrekulli, shpresojmë që të bëhen akoma dhe gjëra më të mira dhe besoj se do ecin gjëra të mbarë. Hapja është shumë e bukur, pjesëmarrja është e madhe. Gjatë gjithë fundjavës në Darzez u zhvilluan aktivitete festive dhe mbrëmje speciale me artistë nga Shqipëria dhe Kosova, duke e kthyer zonën në një nga destinacionet më të frekuentuara të fillimit të sezonit veror. Në kishën më shumë se 200 vjeçare të fshatit Senic në bashkinë e Delvinës ka nisur puna për rehabilitimin e saj pas djegjes së saj në korrikun e vitit të kaluar. Në kujdesin e kryetarit të fshatit Huan Binika është mundsuar ringritja e cila ka nisur edhe nga çëtia e djegur tërësisht. Nis puna për ringritjen e kishës së Senicës. Këto ditë në kishën më shumë se 200 vjeçare të fshatit Senic në bashkinë e Delvinës ka nisur puna për rehabilitimin e saj pas djegjes në korrikun e vitit të kaluar. Në kujdesin e kryetarit të fshatit, Lambinika është mundësuar sigurimi bazës materiale të nevojshme për ringritjen e saj, e cila ka nisur nga çatia e djegur tërësisht. Jemi në Senic, te kisha Shën Dimitri. Sot është një ditë e shënuar për gjithë njerëzit dhe ortodoks, sepse është një ditë e veçantë, sepse feston Konstantini dhe Eleni, dhe njëkohësisht këtu jemi te kisha Shën Dimitri në Senic, ka filluar punimet, jo pa qëllim filluan, koncidoan në ditën e sotme të Shën Konstantinit dhe Elenit. Ne këtej kemi marrë bekimin nga kjo kishë dhe kishën ke filluar të restaurojmë dhe do ta bëjmë më të mirë dhe më të bukur se shje. Ju falenderit gjithve, kudo që ndodhen, dhe unë dua të jap një falenderim të veçantë gjithë kontribuesve për kishën e Shën Dimitrit, që nga projektuesi, inxhinieri Leonida Papa, që nga kryebashkiaku i Hidropolit Dimitër Tolit, dhe gjithë kontribuesit që nga Amerika, Anglia dhe kudo që kanë qenë, gjithë miqt dhe mbështetësit tanë. Ju falenderit dhe gëzuar ditën e sotme
të Konstantinit dhe Elenit. Me gjithë vështirësitë e njohura të transportit në një terren jo të favorshëm për të përshkruar nga automjetet është bërë çdo përpjekje për gjetur zgjedhje në të mirë. Edhe në këto kushte është mundësuar çuarja në vend i lëndëve të para të nevojshme për hedhjen e çatisë së re. Ekipet e specialistëve kanë nisur tashmë nga puna, duke nisur nga montimi i strukturave metalike të çatisë. Rehabilitimi i kishës së Shën Dimitrit në Senic mundsohet falëmbështetjes së dhënë nga disa institucione të qeverisjes vendore dhe qendrore, nga deputetët e zonës dhe miq të mëdhenj të sinqertë të Senicës, ku rol të veçantë kanë edhe Dimitër Toli, kryetari i Bashkisë Dropull, dhe inxhinier Leonida Papa, hartuesi i projektit të rehabilitimit dhe ndjekësi i tij me përgjegjësi dhe dashuri për Senicën. Ardhja në këtë fazë të nisjes së punimeve rehabilituese nuk mund të ndodhte pa bashkërendimin e kryesisë së fshatit me shoqatën Beslidhje e vllazërisë seniciote. Vetë komuniteti brenda dhe jashtë të vendit dhe miqtë të tyre kudo në përballë bën kontributor financiar për krijimin e fondit për ringritjen e kishës. Puna është në ditë e para, por çdo ditë punohet në mënyrë të programuar me synimin që në muajin qershor të mbahet mesha e parë në çatinë e re të kishës së Shën Dimitrit. Kryetari i fshatit thotë se puna për projektin do të vijojë për të festuar në kushte optimale 26 tetorin, ditën e Shën Dimitrit, dhe për ta kthyer këtë objekt kulti dhe institucion besimi, ashtu siç ka qenë dhe 200 vjet më parë. Në Senic, te kisha e Shën Dimitrit, kanë filluar punimet. Kjo kishë për Senicën dhe për gjithë seniciotët, kudo që ndodhen, marrin bekimin dhe uratën e Zotit. Unë dua të falenderoj të gjithë donatorët, të gjithë ata që kanë kontribuar për të kishë, për kishin e Shën Dimitrit. Të gjithë pa përjashtim, po dua të veçoj inxhinierin Leonida Papa, që projektoi dhe mundsoi që këto punime të jenë në ditën e sotme dhe të vazhdojnë. Dua të falenderoj kryebashkiakun e Dropullit, Dimitraj Toli, dua të jap dhe një falenderim për të gjithë ata që kontribojnë dhe për çunat që po kontribojnë sot për të hedhur çatin, dhe ne këtë kishë do ta bëjmë më të mirë. Kisha e Senicës është e dyta në rajonin jugor pas asaj të Leklit në Tepelen, që po rehabilitohet në mënyrë tërësore pas dëmtimit të madh që psoi nga zjarri i rënë në verën e vitit të kaluar. Gjithçka është mundësuar dhe fal mbështetjes së premtuar dhe të realizuar nga kryebashkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fort lumturia e tij Johani, si dhe nga metropolia e Gjirokastrës. Ju përshëndes dhe falenderoj. Mirupafshim.